Sa është numri i trupave të Forcës së Sigurisë Kosovës që do të jenë pjesë e këtij trajnimi dhe kryesisht ku fokusohet, pra, pjesa e FSK-s? Po, prathërsisht do të jenë 1.000 trupa ushtarake të Forcës së Sigurisë së Kosovës që do të marrin pjesë në kuadër të aktiviteteve të Defender Europe 25. Pjesa dërmuese e forcës së FSK-s do të jetë e përqendruar në ushtrimin që organizohet në Kosovë, pra në zonën e trajnimit Babaj Bokës, në perëndim të Republikës sonë, kurse gjithashtu tani më kemi zbarkuar me trupa në Republikën e Shqipërisë, në Republikën e Kroacisë dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut, ku njësitë tona ju kanë bashkangjitur brigadave që do të operojnë në këto vende me qëllim pra zbatimin e planit të ushtrimit dhe e kemi theksuar disa herë deri më tani, ju e theksuat edhe më herët, që veçantia në këtë rast është fakti që Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë besuar në institucionet tona, në ushtrimin tonë, që në Republikën e Kosovës të zbarkojnë komandën e cila do të drejtojë me të gjitha brigadat në Evropën juglindore, për shkak që ushtrimi Defender Europe 25 këtë vetë shtrihet në 3 zona kryesore, pra në Evropën veriore, Evropën qendrore dhe Evropën juglindore, dhe Kosova do të jetë, mund të themi, qendra e komandimit dhe kontrollit të gjitha aktiviteteve që zhvillohen në Ballkan. Ne e vlerësojmë lart këtë besim të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në qeverinë, institucionet, veçanërisht në ushtrimin e Kosovës, por edhe kjo ka ardhur normalisht si rezultat i një pune të jashtëzakonshme të gjitha institucioneve në Kosovë, në veçanti të shtabit të përgjithshëm të Forcës së Sigurisë Kosovës, i cili ka organizuar, planifikuar dhe realizuar gjithë këtë mbështetje për postkomandën taktike amerikane.